Komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, Enrico Borduani, u takua të martën me shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë, Milan Mojsilović, në Beograd. Takimi në kryeqytetin e Serbisë erdhi rreth 5 muaj pas një takimi paraprakë të dy palëve në tetorin e 2024-s. KFOR-i nuk dha detaje se për çfarë u diskutua në takim, por vetëm shkroi në X se ata shkëmbyen mendim mbi situatën e sigurisë dhe bën një vlerësim të përpjekjeve të tyre përkatëse. Ndërkohë, në faqen zyrtare të forcave të armatosura të Serbisë u tha se shefi i ushtrisë serbe i kërkoi komandantit të KFOR-it të sigurojë ambient të sigurt dhe liri lëvizje për të gjithë, veçanërisht për komunitetin serb. Sipas deklaratës së publikuar nga ushtria serbe, palët u dakorduan se situata e sigurisë në Kosovë mbetet jo stabël dhe e ndjeshme. Gjatë takimit u diskutua gjithashtu për aktivitetet të përbashkëta të ushtrisë së Serbisë dhe KFOR-it, të cilat kanë për qëllim ndjekjen e situatës në terren dhe në fund të fundit ruajtjen e paqes dhe sigurisë në krahinën jugore, siç i referohet Serbia Kosovës. Në bisedë u konstatua se situata e sigurisë vazhdon të jetë e paqëndrueshme dhe e ndjeshme dhe se duhet të vazhdohet me mbajtjen e kontakteve të rregullta në të gjitha nivelet me aktivitete të përbashkëta për të ulur tensionet në terren dhe për të parandaluar përshkallëzimin e krizës. Duke theksuar se serbët në territorin e Kosovës nuk ndihen të sigurt, kreu i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe kërkoi nga komandanti i KFOR-it që forcat ndërkombëtare të sigurisë të zbatojnë panshmërisht mandatin e tyre në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjen ushtarako-teknike, si dhe të mundsojnë një ambient të sigurt dhe liri lëvizje për të gjithë, veçanërisht për komunitetin serb. KFOR-i tha se ky takim ishte pjesë e takimeve të rregullta të komandantit të KFOR-it me bashkëbiseduesit e tij kryesor në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjatë vizitës në Beograd, kreu i KFOR-it u takua dhe me përfaqësues diplomatik të Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ai informoi ata për aktivitetet e KFOR-it dhe për bashkëpunimin e misionit me bashkësinë ndërkombëtare, përfshirë mbështetjen e palëkundër për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, thuhet në deklaratën e lëshuar nga KFOR-i. NATO ka mision paqëruajtës në Kosovë që nga përfundimi i luftës në 1999. Aktualisht në kuadër të KFOR-it janë mbi 4600 trupa nga 29 vende të botës që janë të dislokuara në Kosovë. Numri më i madh i tyre është nga Italia, pasuar nga Shtetet e Bashkuara, Hungaria dhe Turqia. Ky mision e ka shtuar praninë në Kosovë gjatë 2023-shit pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe.